Pas përfundimit të hetimeve, prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq 74 vjeçarin Hekuran Gjoni, i cili vrau me thikën e bukës djalin Asim Gjoni në shkurt të këtij viti, në kodër të Priftit, në rrugën Ilia Shyti në kryeqytet. Sipas dëshmive të 74 vjeçarit, ky i fundit citohet të këtë thënë se ishte ulur për të ngrënë bukë, teksa edhe djali i ulur po ashtu dhe nisi ta ngacmonte me fjalë. Autori i ngjarjes së shprehur se është ndjer keq dhe ka qelluar me shpull në fytyrë të birin. Ky i fundit, sipas pretendimeve të autorit, ka kapur nga rroba duke i thënë mos ta gjuante. Pas këtij momenti, ka ndërhyr vajzat të cilën viktima thuhet se e ka shtyrë dhe rrëzuar në tokë. Në acarim e sipër, autori ka gjuajtur me thikë në barë 37 vjeçarin. Ekspertiza mjekoligjore ka konstatuar plagë të thella prerëse në depërtuese në gjoks, dëmtime të mushkrive të zemrës, si dhe plagë në gishta, ndërsa shkaku i vdekjes është shoku traumatik hemorragjik. Sipas prokurorisë, të gjitha elementet e veprës penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, janë konsumuar në dëm të Asim Gjonit.